Politika si ide u prezantua para një auditori të zgjedhur në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanoli të Korçës, pikërisht në ditën ndërkombëtare të librit. Valentina Leskaj, politikania shqiptare me një përvojë të gjatë si aktiviste në shoqërinë civile dhe në pozicione të rëndësishme në organizme ndërkombëtar, sjell kujtime dhe analiza me vlerë në një libër ku politika konsiderohet si një e mirë publike për ata që e marrin seriozisht e që janë të motivuar. Libri është një mundësi shumë e mirë për ato vajza e gra që duan të angazhohen në politikë. U shpreh ndër të tjera dekania e fakultetit, profesor asocuar Dr. Jonela Spaho, gjetë analizës në fjalën e saj dhe mendimit se një grua aktiviste si Valentina Leskaj ngjelet shembull për rezistencën që i ka bërë gjuhës së ashpër të politikës shqiptare. Ndërsa për Piro Mishën, drejtori i bibliotekës kombëtare, Politika si ide nuk është një libër i shkruar nga momenti, por nga përvoja. Kur lexon librin kupton që s'kemi të bëjmë një libër autobiografik, pavarësisht se në të ka shumë elemente autobiografik të Valit. Shqetësimi që e ka bërë, nxitja që e ka bërë Vali në shkruaj këtë libër, unë jam i bindur, është thjesht që në një moment caktuar të jetës së saj, kur ka pasur më shumë kohë, kur i ka nikur një pjesë e angazhimeve që të bëjnë vështirë të përqendrohesh, ajo ka menduar që kaq të thotë. Vetë zonja Valentina Leskaj rrëfeu për audiencën se librin kishte kohë që e kishte në kokë, se libri nuk ka pasur qëllim kujtimet e saj, por një analizë dhe refleksione mbi politikën e përtej. Politika është vendi ku mund të paragjykohesh më shumë dhe nuk kam pasur frikë nga paragjykimi. E duhet të keni parasysh një gjë, dua ta them se këtu fol shumë për gruan. Asnjëherë, asnjë ditë, asnjë moment, edhe kur kam qenë kryetare e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke qenë në opozit dhe duke mos e patur kryetarin ton ende në parlament, çka do të thotë që isha fytyra që duhet të përballja çdo le të themi debat apo sulm apo çfarëdo gjë që ishte, nuk e kam parë veten si gruan politik. E kam parë veten si politikane. Në fund të aktivitetit, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë e vlerësoi zonjën Leskaj me certifikat mirënjohje për kontributin e saj.